Sot Komuna e Dragashit filloi aktivitetet për nder të manifestimit të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Këto aktivitete përfshin veprimtari sportive, edukative, kulturore e festive, të cilët organizohen nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit. Në një fjalë rasti ata treguan më shumë rreth këtyre organizimeve dhe njëkohësisht bën ftesë që qytetarët të bashkohen manifestimit komunal për këtë ditë të shënuar. Sot po fillojmë aktivitete për nder të shënimit të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, aktivitete të cilat po organizohen në patronatin e kryetarit të komunës në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit dhe nën përkujdeset e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport. Aktivitetet të cilat po organizohen sot janë turneji i futbollit të vogël me nxënës dhe arsimtar të shkollave tona. Në vazhdën e këtyre aktiviteteve kemi edhe organizimin e garave mes vajzave të shkollës mesme Trishdi Berisha në volejboll. Gjithashtu kemi njoftuar drejtorat të shkollave që në 16 shkurt, domethënë ora e parë e mësimit t'i kushtohet 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Po ashtu në kuadër të këtyre aktiviteteve kemi me datën 17 shkurt do të organizohet edhe seanca solene e cila do të udhëhiqet nga kryesuesi i kuvendit dhe gjithashtu do të bëjmë homazhe tek shtatorja e komandantit legjendar Adem Jasharit dhe tek varrezat e dëshmorëve në Dragash dhe në Buqe dhe po ashtu nga ora 12 kemi një koncert festiv me këngëtarë të ndryshëm të trevës tonë, të cilat do të organizohen nga Shoqëria Kulturore Artistike Dresana. Ftoj të gjithë qytetarët të na bashkangjiten në këto organizime të mrekullueshme për nder të 17 shkurtit ditës së pavarësisë së Kosovës. Me gjume